Porta e yjeve mund t'jetë reale, ndaj ndiqeni me vëmendje këtë material sepse jam i bindur që të gjithë ju e keni parë filmin Stargate. Po sikur Stargate-i të ekzistoj, e kishit menduar ndonjëherë? Kush është rastisht e t'i bëj like faqes dhe dëgjojeni këtë histori. Do jem më shumë i përpikt se sa videot që kemi bërë deri tani. Në vitin 1928, një tip anglez, një profesor i cili nuk është nënvizuar se si e kishte emrin eksaktësisht, por ai kishte vënë një pseudonim dhe të gjithë e njihnin me atë pseudonim. Dhe për të gjithë ai njihej si profesor Phillips. Profesor Phillips kishte një detyrë që të shkonte në çdo cep të botës për të kërkuar një gjë të veçantë, jo flori, jo naftë, jo para, jo, por të kërkonte një portë dimensionale, sepse ai e dinte, i kishin dhënë urdhër që ekziston një portë, por nuk e dinin se ku. Dhe tregohet që nuk kishte aparate të veçanta për të zbuluar këtë gjë, por ai shkoi sepse i kishin thënë që në një vend ndodhin fenomene të çuditshme. Dhe tregoi për ziguratin e Irakut, pra në Irak. Dhe duhet të dini që Iraku, që nga kohrat e lashta ka qenë i lakmuar për të gjithë, bile edhe nga mbretërit e parë, ose më mirë nga civilizimet e para, pikërisht në Irak. Dhe tregohet që nuk ishin aty rastësisht, por ishin aty për një qëllim të caktuar, sepse pikërisht kishte një portë dimensionale, e quajtur Astra Porta. Por çfarë është Astra Porta, ose më mirë Porta e yjeve? Në vitin 1980, Saddam Hussein mblodhi të gjithë ushtarët e tij për të ruajtur portën e yjeve. Të paktën kështu thuhet. Dhe kjo është e dokumentuar. E dokumentuar që mblodhi pothuajse 80% të ushtrisë pikërisht aty. Por pastaj sepse dyndjet mësymjet ishin të mëdha. Megjithatë, ajo që ka lënë gojë hapur të gjithë, pra të gjithë ata që kanë studiuar, sepse nëse keni vënë re, mund të flasësh për çdo gjë, por kur flet për gjëra delikate si për shembull kjo, sepse nëse ekziston këtu në këtë planet ndonjë civilizim më i zhvilluar se njeriu dhe nuk duan që ti të flasësh për këto gjëra, po ti vini re kur flet për këto gjëra të rëndësishme kështu, atëre ose nuk e marrin si seriozisht një gjë të tillë, ose ndryshe sillen në forma të tjera, që nuk dua t'i citoj këtu. Por pse po e them këtë? Sepse ushtria amerikane ndejti në Irak për 10 vjet. Ishte tmerr, 10 vjet, jo një ditë, jo një vit, por 10 vjet. Për shembull, në Siri nuk ndejtën 10 vjet. Në Kosovë nuk ndejtën 10 vjet. Pra, pse duhet të rrinin 10 vjet dhe pikërisht ta, ku disa thonë që ndejtën për arin, për naftën apo ku ta di unë. Unë nuk e besoj. Besoj që kishte diçka tjetër pas kësaj historie. Tani do t'ju flas për Stargate-in. Stargate-in ne kemi parë në për filma, bile do t'ju them që shumë gjëra i shfaqin në për filma dhe pastaj i tregojnë, pra dalin reale. Bile së shpejti do flasim edhe për diçka që po përgatitet tani, nuk do ja u them tani, po përgatitet, por unë e kam parë në film, e kam parë para disa viteve. Diçka që mendoj që ishte vetëm një fantazi. Në fakt, u shit si fantazi dhe sa afërmi do jetë reale, sepse po punohet për të. E njëjta gjë po them edhe për Stargate-in. Po sikur Stargate-i të ekzistoj. Dhe këtu dua t'ju them diçka tepër të rëndësishme që e kam përmendur një herë, por dua që ta mësoni këtë, sepse është shumë domethënëse dhe mjaft delikate. Unë fillimisht kur erdha në Itali, rastësisht shkova në Umbria. Në Umbria, në një qytet të vogël ose një fshat të vogël, gjeta, më tha dikush që kishte gjendej një gur. Një gur i çuditshëm që është gur shumë antik. Thuhet që është në epokës së romakëve. Dhe nën këtë gur, pra nën gurin që kanë vënë aty, është skalitur emri Nadir. E di që duket pak shumë absurde kjo. Por unë shkova në një vend, pra
u detyrova që të shkoja në atë vend aty dhe gjej që në atë vend kishte një shkrim ku shkruhet Nadir. Është shumë e çuditshme. Megjithatë, ndonjëri do thotë, okay, le ta lëm, nuk është e çuditshme. Por ajo që zbulova më vonë për sa i përket emrit është akoma më e rëndësishme, sepse duhet të dini që koordinatat për të matur lëvizjet e njeriut, më ndiqni me kujdes, sepse nuk jam i përçar, por kjo është tepër e rëndësishme që do të them tani. S'ka lidhje fare që mua më shuna dir kush e se çfarë jam. Jo, por emri që ka të bëjë me koordinatat. Mësova që emri Nadir është e kundërta e zenitit. Pra, në qoftë se kjo është toka, në qoftë se këtu gjendesh ti, si për teje është zenit. Dhe e kundërta është gjithmonë Nadir. Në qoftë se ti e këtej zenit dhe e kundërta Nadir. Në qoftë se ti e këtu është zenit këtej dhe Nadir nga ana tjetër. Pra, është një pik referimi ose një pik matjeje, por imagjinare për të kuptuar se ku gjendesh ti në atë moment. Okej, dakord deri këtu? Por ka një problem. Përse i duhej njerëzve në kohën romake të matnin se ku duhet të gjendej? Sepse duhet të dini që një emër i tillë, pra një koordinatë e tillë me zenit dhe Nadir, është gjetur në piramidën e Keopsit. Pra është gjetur në Egjipt, ku nga njëra anë është zenit, është një formë sfere, që duket sferë, po ato janë hieroglife, pra zenit nga njëra anë dhe Nadir nga ana tjetër. Pra një matje për të kuptuar se ku je ti, por matje imagjinare. Pse duhet ta përdornin civilizimet e lashta? Për çfarë arsye? Në qoftë se nuk do shkonin në orbit, për çfarë ju u duhej atyre që ku e dini, sepse tjetra është që dikush do mendoj që ata mendonin që toka është e sheshtë. Kështu që nuk mund të mendoni që toka është e rrumullakët, që të thoni që tani do masim se ku je ti, për të kuptuar se ku je, pozicionin tënd. Je në zenit kaq grad dhe Nadir nga ana tjetër. Për shembull, por nuk ekzistonte ideja e tokës së rrumullakët. Pra për ta ishte tokë e sheshtë. Kështu që për çfarë u duhej atyre një matje e tillë me zenit dhe Nadir? Tjetra, nëse ne nuk jemi në këtë planet dhe jemi diku tjetër, koordinatat zenit Nadir gjen parafërsisht se ku gjendesh ti. Pra ti në qoftë se je në një yllësi, ku do qofsh, ti në qoftë se thua jam me zenit, në zenit jam tek ylli polar dhe në Nadir jam 30 gradë për shembull nga ylli X. Ty të gjejnë në mënyrë eksakte. Në qoftë se njëri ka anije kozmike, të gjen sepse ti thua koordinatat se ku je. Pra ke vën një X, një pik X imagjinare, sepse zenit është atje tek ylli polar. E kundërta që ti thua 30 gradë për shembull e X yllit apo e këtij planeti, dhe ti je në një meridian perfekte që ata të gjejnë. Sepse ti thua unë jam këtu. Pra është një hartë imagjinare, por ekzistuese. Dhe pyetja ime është, pse duhet të gjendej në piramidën e Keopsit? Për çfarë arsye? Pse do ta përdornin në antikitet këtë gjë? Për çfarë arsye? Sepse përse u duhej atyre që të thoshin këtu është zenit dhe aty është Nadir? Nuk ka shans, në qoftë se ata nuk i njihnin ato teknologjinë që ne njohim sot. Pra që toka është sferike, apo që ne lëvizim në univers, e tjere tjere. Sepse dikur thoshin që rrim mbi një breshk, për të thënë. Tani, pse e hapa këtë bisedë? Sepse mendohet pikërisht pra që në një koordinat të sakt mes zenitit dhe Nadir, pra në një koordinat precize ku zenit Nadir dhe në grad perfekte, aty ku ndërtua piramida ose më mirë zigurati në Irak, është pikërisht porta e yjeve. Dhe kjo ndodh për shkaqe natyrale, pra janë të shkaqeve natyrale dhe nuk mund t'i formoj njeriu. Mirë po, me anë të një mekanizmi, që thuhet që ishte krijuar një mekanizm, ku
e gjetën aty të paktën kështu thuhet, pra që në kohët e lashta, që kur ekzistonin sumerët, mendohet që ishte një mekanizëm që e përdorte dikush tjetër, nuk e përdorte njeriu. Dhe me anë të këtij mekanizmi hapej porta e yjeve. Pra futeshin, ose shkonin në një dimension, ose vinin nga ai dimension. Shiko, ata që e njihnin mirë Saddam Husseinin, ai thoshte që ishte rimishërimi i Nabucodonosor, sepse Nabucodonosor ishte mbreti më i përfolur i Irakut, pra të Mesopotamisë së lashtë. Ishte mbreti më i përfolur sepse ai thoshte që kishte ardhur nga yjet, ai që mbolli civilizimin. Dhe është çuditëse si ai, pra Saddam Hussein, thoshte që unë jam rimishërimi i tij. Përse do ta thoshte? Dhe përse do ruante pikërisht atë zigurat aty, duke thënë që këtu ka diçka të rëndësishme, nuk e tha, por tregoi. Dhe pse gjithë këto thashë theme për sa i përket portës së yjeve? Pse folën pastaj për filmin, ku ta dinin në film? Dhe tjetra që duhet të dim, ne nuk e njohim fare, universin nuk dim, por sipas shkencës, që ka dalë kohët e fundit, teoria e stringëve, tregohet që në hapësirë ekzistojnë disa wormhole, pra ose disa porta, si më quhen, në përmure, porta si krimba, parafërsisht, porta krimbash, si mund të quhet, sepse mendohet që janë të krijuara ose të formuara nga natyra dhe ne nuk mund t'i perceptojmë, janë vetëm disa lloj makinerisht, dal nga dal po kuptojmë që ekzistojnë grimca akoma të vogla. Në fakt zbuluam grimcat më të vogla para pak kohësh dhe tani e dim që nën atomin ka dhe grimca të tjera etj. Kështu që ne po arrim dal nga dal që të kuptojmë se si funksionon universi, por mendohet që mund të ekzistojnë me të vërtet këto, siç thotë edhe vetë shkenca, disa vrima që mund të shkosh nga njëra anë dhe tjetra e universit. Në fakt, ka patur disa raste, një ja u kam thënë në një video, që dikush u zhduk dhe nuk u kthye më. Një njeri që pretendohet që ai ishte një fizikant, që donte të kuptonte pikërisht këto se si funksionon materia në dimensione të tjera. Ndoshta ka shkuar në një tjetër dimension, megjithatë nuk do të futem në ollësirat e tyre, por dua të mbetem tek porta e yjeve. Mundet që vërtet porta e yjeve të gjendej aty, pra në atë zigurat të Irakut, tregohet që pasi e shkëputën atë formën që ishte bërë me forma guri, paktën kështu thuhet, për ta çuar diku tjetër, siç thuhet që e morën ushtarët amerikan, thuhet që nuk funksionoi më. Tani, nëse e çuan sërish apo jo, këtë nuk e di, askush nuk e di, por këto janë ato thashë theme që thuhet për portën e yjeve. Doja një mendimin tuaj, çfarë mendimi keni për këtë argument? Natën e mirë, ju përqafoj.